Edhe atëre ne na ullë, do më thonë neve sërpë të kishme pas mas shmine 15 metrë, afer 15 metrë, 20, mas shumë. Ato ishin gotë na vëshku shumë mirë. Me granata dore na kanë gjujtë fillimisht grupë. Edhe kanë fillu mitraleze, kalashe, snajperka, këta orë. Edhe atëre ju këna përgjithë me zjarë. Edhe kanë me 2 bumë me dore më kanë gjujtë. Njërë se pështova, së më roki. Kur dita mas shpine, goditin krije dhe gjyti pa vedije. Edhe mase kur jam qu veç, sërtë më kishin pas arrestu. Pastaj ne kina vazhdu drejt Pashtikut, dhe më thonën ka qenë jacar shumë i madhë. Nuk muj me thonë se sa ka qenë minos, e qka shumë i ftoftë. Bore madhe ka qenë dikon rreth 1 metra për afërsisht. Edhe kena vazhdu. Para roja kanë vazhdu para neve dikon 3-400 metrë janë konë. Do me thonë e kam Rjegja, Nuri Begjeti, Majra Sani, Ilir Popaj, Qenqenaj. Ato kanë nejtë para roja, edhe disa qire janë konë, po shumë kujtuhet. Para roja dikon ja kanë qenë 10 vetë. Ato kanë vazhdu dikon 400 metrë para neve. Do me thonë që kanë vazhdu rrugën. Ne me mujnë ja konë mrapa. Po ne 148 vetin ja konë këtë grupi. Që na konë aj grupë. 148, 150 për afërsisht. Veç që ki numër është 148, 150. Muja na ka pri neve. Afrim Musliju. Edhe para ruja, do me thonë që janë konë. Edhe rreth, pas mes naute, rreth orës 2, 3, sa konë ora, bijem prit para ruja. Dhe ndalit kolona. Edhe me morë informata se qka ka ndodhë. Vjen informatët që avraqejna, edhe grupi pararus ka depërtu për Kosovë. Jam plagos edhe Majra Sani e Krem Rjegja. Edhe atëre ne këthejmë prap dikon një 50 metrë për ku ishmi nalë, edhe na, do më thonë na nalë pushim, të pushu me morë informatët që ka po ndodhë. Edhe atëre ne na ullë, do më thonë neve sërpë të kishmi pas mas shmine 15 metrë, afer 15 metrë, 20, mas shumë. Ato ishin gotë na vëshku shumë mirë. Edhe ndërkove muja, edhe gjatë bisedës me Afrim Muslijen, Rifat Mzijun, ato grupet që janë konë grupet që kanë mudana për zona, në konsultim nërmes viti, ka ardhë urdhën që mu këthej prapë. Edhe atëre po pak si një zhurë me volë, që ushtarë s'dëshin me këthej prapë se ishte largë, edhe ishte ftoft, edhe ishin lot, edhe shumica ishin në mend për betej me vazhdu luftën, edhe me deportu në Kosovë. Edhe ven urdhë që mu këthej prapë. Urdhë i fundit. Edhe atëre ne jena qu për me këthej prapë, edhe kanë fillu granatimet. Dhe më thajë granatimet, po kanë gjujtë me granata dore, na kanë gjujtë fillimisht grupë. Edhe kanë fillu mitraleze, kalashe, snajperka, këta orë. Edhe atëre ju këna përgjithë me zjarë. Dhe më thajë ju këna përgjithë me armë, edhe ne ju këna kondorvinja të me armë. Dhe kështu që ka fillu beteja të e. Ta unë ka pasë edhe armin kjo, po qëta është të partë të kushkara, atë ja koni që thëmë një lamarije madhe. Sa të hupë, do më thonë, kontrola, hupë pak situata se ishtë dole, veç nuk dishmi as kanë aven, as kanë janë të gjujtë. Unë e kisha zonë një pozicion afer një lisit, edhe ati këna gjujtën, kanë avishin drejtimet e plumave, të sërve. Dhe nga të kom pasën Fadil Rashitin, i cili ju plagos, dikon një 5 metre, edhe ishte u dhonë shpirt, që s'mu ishme mi dhonë dim. Ishte pa mundur me levis. Dhe ushtarë tjerë që ishin vrau, kishin mejtë në borë, dhe ne ishme të gjujtë, të ju përgjigjë zjarit, dërkohë akoma vetëm kadrigashin që e kom pas gatë.
Ako një djalë i ri, një ku moshës 18 vjetë, i Belincit, edhe fjalët e fundit me ta i kom folë në atë moment. Në atë pikën ku ishmi ne, vetëm u vranë shumica, me të veç unë edhe aj. Edhe aj ndërko, ta unë e po bi poshtë, ta se kanë alë të u vranë krejtë. Fjalët e ati ne e kom. Këto më ka drejmë mos u qo, thashtë se janë snajper ka të gjujtë. Se nalë do me thonë veç e pastrunë ato neve na vrajtën shumë. Diku nga konë 20-30 metrë i lartësia mes grupit. Edhe në atë moment ajo do u qu edhe goditën me njerë. E vrajtën. Dhe qatë moment, ku më ra zhaugas në për kufuma, dhe ku më ra ndërë poshtë, e shokit vendasin azem sumën, e thëmë që azem shka ki, thëtë më ka rokë të dikamët. Edhe si na i gare, i thëmë, qu mare burë, thash mës, qu, tha jasë muj mo. Edhe atërë prapë këm këti në atë pozicion, më në delë luftin e sa, do më thonën, të gjujtë me sërbë, dhe atë së në më rëkëshin në ato momente. Nuk e di, as dash që zotë, ja, vetë. Edhe kanë me dy bu me dore më kanë ngrë gjujtë. Njërës i pështova, së më roki. Kur dita mas shpine, goditin krije dhe gjyti pa vedije. Edhe mëse, kur jam qu, veç sërtë më kishin pas arrestu. Edhe veç me di që më kanë fashu, me fash kokën, edhe kur farëndime mos në kanë. Edhe na kanë dërgu të këshim pas dhejës një zarë, nuk e di sa ka qenë në ora, dikon ka 3 mas dite. Në kanë qu të zjarëmi, ku ishin edhe tjerë të arrestu, Azimi, Merita, Gjaviti. Akonën Ismet Mazreku, Gjavit Duga, Azem Suma, Merita Ramadani, Lirim Spajiju, dhe dhe janë zonë pas janë dalë për rejthit, pjesoj pritës, në fshat janë zonë Gjavit, Sherif Belaqa dhe Nazmi Belaqa, edhe Enver Krasniqin. Me veri ako i plagos, dikon nën plagi ka pas, a një majtë, nuk e di. Me këto trejnë ataku në burgin e Prizrenit.